Me restaurimin e xhamisë së Plumbit rreth 3 shekullore, zona e Jasmës, Rrëz, Kalaz, Rozafa ka fituar një mundësi të re për zhvillimin e turizmit kulturor e historik, si një nga lagjet më të vjetra të Shkodrës, me restaurimin e fasadave të shtëpive të bllokut qaf. E gjithë kjo hapësirë e kurorzuar nga Rozafa mund të shndërrohet në një mjedis të reqës për vizitorët vendas dhe të huaj. Pavarësisht ndërhyrjeve të pjesme me ndërtime përgjatë 3 dekadave të fundit, është arritur të ruhet identiteti ndërtimor i zonës. Një dëshmi e kësaj trashëgimie është shtëpia e familjes Myftia, ku në nëntor të vitit 1990 organizuan takimet për rihapin e xhamisë së Plumbit pas mbylljes së objekteve të kultit nga regjimi komunist. Në këtë kuadër, investimet në këtë lagje me karakter muzeal nuk duhet të kufizohen vetëm në ruajtje, por të synojnë kthimin e saj në një destinacion të rëndësishëm turistik. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër, në bashkëpunim me Bashkinë dhe Prefekturën, kanë detyrimin të kërkojnë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit planifikimin e fondeve për restaurimin e fasadave dhe elementeve arkitekturor të zonës. Është e pajustifikueshme që mes Kalas, Rozafa dhe xhamisë së Plumbit të mbetet ende një blok banimi rrezikuar nga degradimi e humbja e identitetit ndërtimor historik, siç janë shtëpitë e bllokut qaf. Mungesa e ndërhyrjes deri më sot nuk duhet të justifikojë vazhdimin e kësaj gjendje edhe për dekadat e ardhshme dhe rrezikun e asgjësimit të çdo vlere ndërtimore e historike të kësaj zone.